studio janë vetëm me Mariglen Kumen. Mirë se erdhe, Mariglen. Mirë se gjeta, Inda. Çfarë ka ndodhur që nga komunikimi jon i parë në orët e para kur e nisëm këtë transmetim, pastaj ndalemi tek Akshi? Fillimisht kjo e deputetëve që në deputetët e Partisë Demokratike, të cilët u është kërkuar që të përjashtohen për shkak të asaj çfarë ndodhi dje në parlament, do të kemi pra deri të martën do të shohim se nëse do të plotësohet kërkesa e gjithë atyre pra për përjashtimin e gjithë atyre që kërkoi Partia Socialiste apo jo, se duhet të theksuar. Pra nga ajo tensioni për plasje me Gardën edhe me kryetarin e kuvendit ditën e djeshme midis deputetëve të PD-s edhe Peleshit dhe Gardës, Partia Socialiste ka iniciuar një kërkesë për përjashtimin e deputetëve. Ata ishin ndarë në tre llogore, nëse mund t'i quaj ashtu. Ishin deputetët të cilët ishin e vjen e parë të luftës, ishin ata që ishin lart te vendi i qeverisë. Pastaj kishte një pjesë tjetër që ishin pak më poshtë, ishin krahun mbështetës. Si 129 këta tani, ç'a ndodhe kështu në bllok? Shiko, aty kishte për shembull disa deputetë të cilët më bën shumë përshtypje që kërkesën pse i duan t'i përjashtojnë. Për shembull, Gen Strazimiri, apo Berisha, apo të tjerë, ata ishin te foltorja aty, nuk është se patën në rol, po themi, kupton? Dhe aty mu duk pak e çuditshme, por është deri diku ky revanshi i Partisë Socialiste që nuk duan këtë lloj tensioni në kuvendin e Shqipërisë dhe duan që ti përjashtojnë në mënyrë që të mësojnë ose të kenë një lloj frike, po them për rastet e tjera. E qartë. Ndërkohë, do të mbetemi tek Akshi, sepse sigurisht është një çështje e rëndësishme, një çështje që ka marrë mjaft reagime, prandaj unë sot zgjodha Mariglen, edhe zgjodhëm, se kemi diskutuar në fakt edhe bashkë, që ta shtrim pak më gjërë, duke parë edhe nëpërmjet ekspertëve më të mirë, që su mungon dhe analiza politike, sikurse është Besmir Semani, i cili kam në një komunikim, me mentor Kikini, i cili ka qenë shumë i ashpër dhe në një kënd vështrim tjetër, të paktën sa e kam ndjekur unë në reagimet. Kështu që përshëndetje, faleminderit që jeni me mua sot. Përshëndetje. Përshëndetje. Edhe një herë faleminderit. Semana e ta nis me ju, që njihni mirë këto çështje teknike, se po dëgjojmë çdo ditë që dosja e Akshit është vetëm maja e icebergut dhe ka një hije dyshimi për atë se çfarë realisht mund të ketë ndodhur. Çfarë kemi? Kemi para shumë, se janë tendera, para publike, grupet kriminale që i marrin, marrje peng, dyshime për polici të përfshirë dhe një pjesë të errët që ne nuk dim ta lexojmë se çfarë na ka shkaktuar ose deri ku mund shkoj dëmi? Atëherë, personalisht, momentin që e shikoj nga ana teknike dhe si ekspert i fushës, gjëja e fundit që më shkon në mendje është paraja. Megjithëse po flasim për një buxhet jashtëzakonisht shumë të madh, po flasim për një nga institucionet që pjesën më të madhe të tendrave i ka dhe sekrete dhe asnjëherë nuk e dim se sa është në të vërtetë shpenzimi, por flasim për qindra miliona euro. Por kur krahasojnë paratë të cilat mund të jenë abuzuar dhe mund të jetë vjedhur me rëndësinë që kanë të dhënat e qytetarëve shqiptarë dhe sidomos dhënat sekrete, nuk duhet të harrojmë që Akshi është një institucion i rëndësisë të veçantë. Pra është një institucion i cili menaxhon qeverinë digjitale. Pra menaxhon të gjithë duke nisur nga pushteti lokal deri te gjitha ministritë, institucionet e varësisë, gjithashtu dhe institucionet e pavarura. Pra momentin që ne lexojmë deklaratat në media, por bazuar dhe tek deklarata SPAK-ut, kemi të bëjmë që nga sistemi i thesarit, ku i është pa përjashtim çdo transakcion, si qytetarëve shqiptarë, kompanive shqiptare, por dhe qytetarëve të huaj dhe kompanive të huaja që ndodhen në Shqipëri, deri tek sistemet e gjyqësorit, të cilat merren me shortin e gjyqtarëve etj etj. Pra kemi të bëjmë më shumë se sa para. Pra kemi ose mund ta themi shumë thjesht që është cënuar siguria kombëtare. Në një kohë kur tendrat janë sekret në mënyrë që mos të dihen dhe mos të kuptohet se kush qëndron pas tyre dhe kush janë specifikimet e tendrave, dhe duke qenë sekret, kompanitë të cilat marrin pjesë në këto tendra duhet të jenë të mirë vëzhguara, mirë studiuara, se dhe jo gjithmonë niset thjesht nga buxhetimi, pra ose nga shuma që ato japin, kërkojnë për të ofruar shërbimin, por niset dhe nga
specifikimet e tjera që është integriteti dhe garancia që ofrojnë këto kompani, ne shohim që SPAK-u i konsideron si grupe të organizuara kriminale. Pra imagjinoni të dhënat e shqiptarëve, të dhënat e shtetit shqiptar, të dhënat sekrete, infrastruktura e rëndësishme të veçantë që ka dhe mbrojtje speciale, të jetë nën kontroll dhe nën menaxhim të grupeve të tilla. Ky është problemi më i madh, më shumë se sa paraja në vetvete. Po, Kikia, ju thoni, keni bërë shumë reagime, janë reagime pa fund, po më ka bërë përshtypje nga mënyra se si ju e keni parë, se s'po ju të citoj që t'i thoni ju në fund ditës, se për pak desh i lexova disa nga reagimet, që ta shfrytëzoj ndryshe këtë dhe profesionalisht me që se t'kam aty. Çfarë është për ty, Akshi? Ti përmbledhim tani. Tani nuk është thjesht çështja e përkufizimit dhe as për të vënë duart në kokë kur lexon se çfarë ndodh për te atyre që ne pak a shumë direktin që përflitesin. Ajo që është e rëndë në këtë histori është një ndërthurje e krimit me korrupsionin. Në një farë mënyre, korrupsioni është një fenomen që bashkëshoqëron çdo qeveri, çdo administrat në çdo vend botës, ku më pak e ku më shumë. Nuk është asnjë vend imunizuar nga korrupsioni, por sido që tjetë, shteti është përballë tij. Dhe mbi të gjitha, korrupsioni, sado që mund quhet një sëmundje e administratës, është ndarë nga krimi me fill, nga krimi i rrugës, nga krimi ordiner, nga krimi organizuar. Dhe ndërlidhja atyre, kur gjon që një zyrtar policie, një sipërmarrës apo dy sipërmarrës organizojnë operacione shantazhi, pengmarrje, presioni ndaj kolegëve të tyre për të tërhequr pa ditë, për të tërhequr nga gara, kështu me radhë, shkon në nivele ulëritëse. Dhe ajo pastaj e fundit, që këtu ndaj absolutisht të njëjtin mendim me Besin, që përtej dëmit financiar, këtu ka një dëm edhe më të madh. Pra nuk jemi në kushtet kur po ndërtohet diku një vepër publike, po ndërtohet një objekt, u dhan X para dhe ata që kishin në dorë shpenzuan 50% apo 70% për projektin dhe pjesën tjetër e përvetësuan, e ndan, mbaruan punë dhe ikën. Dëmi këtu është i madh sepse është dëm mbi të dhëna të individit, të dhëna të shtetit, të dhëna të përmarrjes, por është edhe dëm i marrëdhënies së individit me shtetin. Çfarë besimi kemi ne sot që të dhënat tona, duke filluar nga ato më të thjeshtat të identiteteve deri tek historitë e tatimeve të kompanive tek kështu me radhë, të menaxhohen nga njerëz të cilët nuk janë thjesht të dyshimt, por janë zyrtarisht të etiketuar nga provëria si organizatë kriminale. Pyetja që ngre gjithkush është çfarë standardi kemi ne si shtet tani. Pra, dalim nga historia e korrupsionit, dalim nga llogaria e korrupsionit. Këtu është dimensioni më i madh ai i standardit të shtetit, sepse një punonjës i thjesht IT-e në një institucion të rëndësishëm duhet pajishet me certifikat sigurie. Dhe në momentin kur ky për një arsye apo për një tjetër nuk e merr këtë certifikatën, i humbet vendin e punës. Dhe bëhet fjalë për një punonjës që përgjigjet edhe thjesht për të ndezur kompjutrat kur kanë probleme punonjësit e institucionit. Dhe të mendosh që kompani të mëdha që qarkullonin 10-100 miliona euro, që merren me prodhime sistemesh, që merren me ndërtimin e serverëve për rujtjen e të dhënave, për menaxhimin e këtyre të dhënave, do duhej në mënyrë absolute të kishin sigurinë absolute në raport me seriozitetin e tyre, në raport me garanci që kanë për ruajtjen e këtyre, për mos transferimin e këtyre të dhënave, për mos prekjen, për etj. Dhe pyetja që unë ngre sot është, a kishin certifikata sigurie këta njerëz? Dhe nëse përgjigja është po, çfarë
çfarë përgjegjësie kanë ata që kanë lëshuar këto certifikata? A investigohet personi që merr një certifikat sigurie për të kuptuar me kërri çfarë aktiviteti ka, çfarë bën, cilit rreth i përket, sa i besueshëm është ky për të menaxhuar këto lloj të dhënash apo për të bërë pjesë e këtij biznesi. Pra, për te parave, për te historive të aferave, jo sa ato janë për të neglizhuar, por parat tona, taksat e shqiptarëve. Padyshim, dëmi më i madh që mendoj është pikërisht rënja e asaj shtylle të rëndësishme të shtetit në cilën ne po esnim me shpejtësi për të kapur ritmin e kohës që kishte të bënte me futjen e digitalizimit në çdo sektor të jetës tonë. Po Ajda, interesant edhe këndvështrimin që kapi mentorin në fillim. Pra, këtu Spaku ka thënë që Akshi është një grup i strukturuar kriminal. Por kjo unë kam përshtypjen që del përtej Akshit. Grupi strukturuar kriminal është i shpërndar përtej Akshit, edhe në institucionet e tjera. Besi e përmendi pak që ky institucion ka zhvilluar shumë ose tendera me procedurë sekrete. Nga profili, po, ka edhe profili që ne s'kemi do të akses besoj të këtë gjitha. Pikërisht, por dhe kjo mund të jetë shfrytzuar. Por ka një element shumë të rëndësishëm në këtë, që shumë herë pikërisht sepse për paracaktoheshin tendera dhe për të shmangur transparencën, tenderat të cilët edhe nuk përmbushnin kriteret për të qenë sekret, zhvilloheshin me këtë procedurë. Dhe këtu dalin pasaj të institucionit tjetër për të bërë një tender sekret, pa tjetër duhet marrë konfirmimi nga ish DSIK-ja dhe tani agjencia tjetër që i leshon certifikatat e sigurisë. Dhe këtu duhet shtrirë hetimin në një anë tjetër, se si janë dhënë këto miratime për të zhvilluar këto tendera sekret. 2. Kompanit të cilët kanë përfituar këto tendrat sekret apo edhe kompanit në fjalë duhet marrin certifikata sigurie. Edhe këto duhet verifikuar se në qoftë se janë këto kompanit të cilët urdhërojnë për të marrë peng njëri tjetrin, pra për të bërë një grup i tillë i strukturuar kriminal. Të gjitha janë në hetim, po këta edhe ndërvete kanë pas kush merr tortën më të madhe, aty ose pjesën më të madhe. Pikërisht. Okej, se hetimi po them është deri më tani me aq sa dim, deri më tani është tek çështja e Akshit, që është një grup i strukturuar kriminal. Jo, dele dhe korporata shqiptare investimeve. Jo, dakord, po ka edhe një shtrirje, po them, të institucionet e tjera, se janë këto institucionet që janë si diskrete, gjithmonë në hije, po ja që kanë një peshë shumë të madhe. Lëshojnë certifikatat e sigurisë për punonjësit, lëshojnë japin miratimin nëse tenderi do jetë sekret apo jo, dhe po ashtu lëshojnë edhe certifikatat e sigurisë për kompanit private. Sigurisht, edhe personazhi tjetër që përmendet në dosje, pra Agasin, sipas të gjitha informacioneve edhe politike, gati i gjithë institucioni, njësoj si policia e shtetit, edhe institucioni i Akshit, ishte në tutelen e tij, po e them kështu, komandoi prej tij. De facto drejtori ishte Agasi, mund të them edhe kështu. Po. Sipas të gjitha informacioneve nga disa burime që kam, edhe po them opozita, edhe burime të tjera pranë qeverisë, edhe nga njerëzit e vetë Partisë Socialiste, nga deputet të Partisë Socialiste. Ishte komplet për të marrë një tender apo për kështu, në qofse nuk jep të po them viston. Tani, po, më sqaro diçka. Është e vërtetë që dje është marrë telefonin sikur se thuhet në kuadër këtyre hetimeve dhe numrit 2 të policisë, edhe drejtorit përgjithshëm policisë i bie për dytën herë, sepse qarkulloi si lajm. Po, telefoni i dytë, po. Tani, është e vërtetë, ka një reagim nga, se unë kisha shumë vështirë ta verifikoja një gjë të tillë. Prisja deri sot që të kisha një lajm për të kuptuar që s'është e vërtetë ose, por duket e paqartë. Meqense ti je në terren edhe ndoshta shiko, edhe unë jam munduar, ka pak informacion, pra po themi të rezervuar. Zëdhën si diku në një media kishte folur që të është dezinformim, por nëse kjo ka ndodhur, atëherë... Shiko, këtu besoj, këtu kam përshtypjen do duhet kishte një, po them, reagim nga të dyja palët, edhe prokuroria e posaçme, edhe policia e shtetit, sepse është një dosja ka që madhe, sensibilitet, pra ndjeshmëria e çështjes është shumë e madhe dhe patjetër do duhet kishte një reagim, sepse
Edhe unë jam munduar të kem një informacion të qartë, edhe jam pak kontradiktore gjë, sepse janë shumë të rezervuar dhe patjetër kur bëhet fjalë nga prokuroria e posaçme janë... Pa diskutim. Megjithatë, Kikia, çfarë ndodh në opinionin publik kur njihet me lajmin se si pasojë grupi strukturuar kriminal numri 2 i Tiranës në radhët e policisë me veprimet e tij mund të ketë shërbyer grupeve kriminale për pengmarrjen e një biznesmeni. Pra, kur them çfarë ndodh me shqiptarët, e kam fjalën jo në llojin e tyre që funksionojnë kështu me shumë para, me struktura. Se ne deri dje flisnim që u komprometuan policët dhe konspiruan njëri tjetrin. Tani po flasim katapultim në strukturat më të larta të policisë që hetohen si pjesë e grupit strukturuar kriminal. Ndërkohë, ta mund të jenë rregull me njëri tjetrin, mund të kenë para, mund të kenë shumë para, mund të jenë oficerë shumë të mirë, karriere, por qytetarët që paguajnë me taksat, kur përballen me këtë lajm, kjo besoj të paktën për gjithë ne që funksionojmë si njerëz normal, bie si një lajm i frikshëm dhe pasigurie, sikurse dhe ato dhënat kur na vidhen, për cilat flet Semana i her pas here. Po qëndrojmë pak këtu. Tani për ta ekstensionuar pak do thosh në batut. Ka një sketch të stradës Tiranës të fillim viteve 90 kur vidheshin kapak të pusetave për t'i shitur, edhe Xhavari Zeneli me Agron Llakën bën një sketch në atërkohë ku me i palë shkallë shkonin dhe nxirrnin nga pusetat ku qëndronin njerëzit dhe u merrnin lek. Edhe kishte qëndruar një lloj biznesi këtë. Dhe shkojnë në një puset dhe gjejnë aty qëndron njëri nga një drejtues i lartë bashkie, ai që duhet përgjigjesh për pusetat. Edhe batuta ishte, ne presim nga instancat, tha, instancat kanë rënë vetë brenda, tha. Edhe ky rasti për cilën ti po pyet, është, nuk e di nëse mund ta quash të fundit, sepse këtu problemi është që fundi s'ka fund. Përtej të gjitha të tjerave, sepse nëse do duam të ndajmë rolet, ai keqi ka për detyrë të bëj keq, ndërsa përfaqësuesi i shtetit që në këtë rast është polici ka për detyrë që të ndeshet me të keqin në mbrojtje të interesave të qytetarëve. Dhe kur ky polici tani, nuk ka rëndësi nëse është thjesht një polic i thjesht, një punonjës policie apo është një zyrtar në nivel drejtues, është pjesë e kësaj të keqe. Dhe nuk është, sepse gjithmonë në polici ka bashkëpunëtor të krimit, s'është risi, ka doket, çfarëdo që të bësh. Grupet e trafikut të drogës gjithmonë fusin apo paguajnë, infiltrojnë njerëz të cilët i paguajnë për të marrë informacion, i paguajnë për të dekonspiruar në operacion. Por kur vetë drejtuesi i policisë nuk është se ofron diçka në raport me shpërblimin që u jep një grup kriminal, por bëhet pjesë e rrëmbimit apo të shantazhit të një individi, besoj që është një gjë shumë e hidhur dhe edhe kjo përtej dëmit që është bërë ndaj një individi ndikon shumë, minon shumë besueshmërinë dhe marrëdhënien e qytetarit me shtetin, sepse qytetari policin e shikon si mburoj, nëse rrugës ti ke një problem, gjëja e parë që të bie ndërmend është të telefonosh policisë. Gjëja e parë që të bie në mend është nëse shikon një njeri me uniformë, i kërkon ndihmë. Dhe tani të mendosh nëse ky, të cilit tipo i kërkon ndihmë, është një pjesë e një grupi kriminal, është pjesë e një bande që rrëmben njerëz, pra shumë herë nuk duhet i përgjigjsoj, sepse thash edhe një njerëz të përfshirë në krim do ketë brenda radhëve, policisë brenda radhëve të shtetit, por kur dëgjon raportimet e prokurorisë për një zyrtar të këtij niveli në policinë e qytetit më të madh në vend të kryeqytetit, është trishtruese vërtet. Semana. Ajo që më bën përshtypje është tek policia për të kuptuar pak se është dhe mos reagimi i opozitës. Akshi ka qenë një ndër paktën dhe unë personalisht, por sidomos nga ekspertët e tjerë të fushës, një ndër institucionet më të denoncuar për mungesën e transparencës dhe mënyrës si funksiononin gjërat, që nga hakerimet e famshme deri tek pjesa e tendrave sekret. Megjithse kemi aktualisht një skandal të tillë,
dy gjëra që më bën përshtypje, një është mos reagimi i opozitës, pra nuk është reagim, thjesht një deklaratë 1 minutë për mediat, por mos ndjekja e çështjes, pra do duhet të thirrni një komision parlamentar për të kuptuar çfarë ka ndodhur më të vërtetë. Të bëni të njëjtën gjë që u bë me Teamsin dhe pas komisionit parlamentar rezultoi që të dhënat ishin marrë dhe personat e caktuar u vendosën para drejtësisë. Dhe e dyta, kemi në arrest shtëpie drejtuese dhe zëvendës drejtuese në Akshit. Gjithashtu kemi të pezulluar dhe personat e tjerë dhe akoma nuk kemi një akt moral dorëheqje ose një vendim politik nga qeveria për ta zëvendësuar dhe për ta shkarkuar. Pra qytetarët duhet të kenë diçka parasysh. Kur themi Akshi, është gjysma e qeverisë, është qeveria digjitale dhe ministrja famshme Diella, e cila do merrej me pjesën e prokurimeve publike, do mirëmahej, do trajnohej, do jepeshin promptet nga Akshi. Pra Akshi, kjo struktura Akshit që është aktualisht që nga prokuria përshtatshme, nga SPAK-u konsiderohet si organizatë kriminale, do menaxhonte Diellën, pra do jepte Diellës të gjithë parametrat se kush do fitonte tendrat dhe jo vetëm tendrat në Aksh, por kush do fitonte tendrat në çdo institucion shtetëror dhe në çdo prokurim publik që do organizohej në shtetin shqiptar. Dhe akoma ne nuk kemi një shkarkim ose një zëvendësim, ose minimalisht do të kishim një dorëheqje, megjithse drejtuesja në fjalë ndodhet në arrest shtëpie, pra do ishte minimalja që duhet të ndodhte. Por nga ana tjetër, me sa duket, dhe opozita është në gjumë ose është pjesë e gjës, se duhet kemi diçka parasysh. Se dyshon që mund të jetë pjesë? Jo, në komunitetin IT-ve ka diçka të lezetshme, sepse duke qenë se nuk merren në politikë dhe njihen shumica personalisht i flasin gjërat më hapur dhe pa filtra. Pra, këto kompani që morën ose mirrin që gjithë këto tendra, duhet shkohet edhe një hap më poshtë. Kush ishin në kontraktorët e tyre? Pra, jo të gjitha punët i bënin vetë. Ushqenin të gjithë tregun e IT në Shqipëri. Pra, dhe që nga kompania më vogël deri te kompania më madhe. Pra, dinin të ndalin punë. Ndoshta duhet edhe një hetim i tillë kush ishin dhe nën kontraktorët dhe mënyra se si këto mos merrnin pjesë në tendra, ju jepej një kafshat nga torta e madhe e prokurimeve publike nga Akshi. Pra duhet shkojnë më gjerë. Ka edhe eksponente opozitës që do duhej të flisnin, por aktualisht nuk flasin sepse janë pjesë e kësaj torte. Pra do duhet, sepse mua më bën shumë çudi realisht, si ka mundësi që për një skandal kaq të madh nuk kemi një reagim të fortë. Ose më mirë të themi nuk kemi fare reagim, domethënë sikur nuk ka ndodhur asgjë, ndërkohë ka rënë gjysma e qeverisë. Pra është më shumë se rënia e zëvendës kryeministres. Pra ka rënë kryeministri paralel. Gjithmonë zoti Rama e diferenconte edhe vetë kur thonte qeverisja dhe qeverisja digjitale. Aktualisht Shqipëria është pa qeverisje digjitale. Pra, kryeministra e qeverisë digjitale ndodhet në arrest shtëpie, zëvendës kryeministra e qeverisë digjitale ndodhet në arrest shtëpie. Të gjithë ato që bashkëpunonin me qeverisjen digjitale janë shpallur si grup kriminal nga SPAK-u, pra nuk kemi jo nga një parti politike ose nga një ekspert ose nga një analist ose nga një gazetar. Pra kemi një dyshim nga SPAK-u. Në ana tjetër heshtje totale nga gjitha anët. E kuptoj që është shumë rëndësishme dhe çështja Balluku, e cila ndodhet aktualisht në lojë, por ju asiguroj që kjo është dhe një skandal dhe më i madh se sa çështja Balluku. Por nga ana tjetër nuk ka asnjë lloj reagimi dhe kjo ngre jashtëzakonisht shumë pikpyetje. Pra, a duan me të vërtetë dhe opozitarët që të zbardhet afera e Akshit, jo thjesht afera korruptive për tendrat, por të hyet më thellë, sepse kjo do shqetësoj dhe partnerët ndërkombëtar, kjo do shqetësoj dhe Bashkimin Evropian, kjo do shqetësoj dhe NATO-n, sepse kemi të bëjmë me informacione shumë të rëndësishme, informacione shtetërore dhe të klasifikuara. Për sa kohë nevojiten tendrat e klasifikuar që jo gjithmonë nevojiteshin, por ashtu ju vinë të më marr, kuptohet dhe që informacioni që trajtohej me anë të këtyre tendrave është shumë i klasifikuar. Dhe nga ana tjetër nuk shohim asnjë reagim. Nisma, ka një pyetje që më lind natyrshëm. Kur bëhen Nisma, Kikia, mos kishte diçka për të shtuar apo? Jo, në këtë vijim të kësaj që po. Po, se mban pyetja ime edhe pak. Shiko, kur ndërhyn hakerët iranian për llogaritë një sulmi shtetëror që u bë ndaj sistemeve në Shqipëri,
pati një reagim të jashtëzakonshëm edhe ndërkombëtar, sepse sulmet ndaj sistemeve elektronike konsiderohen gati si sulmet armatosura, dhe pati zëra në Shqipëri që kërkuan që NATO të aktivizojë amendamentin 5 që e konsideron këtë një sulm ushtarak, dhe si e tillë aleanca do duhet kundër përgjigjje ndaj Irakut. Shqipëria dëboi dhe mbylli ambasadën e Teheranit në Tiranë, që ishte fare pranë qendrës Tiranës. Pyetja që ngrihet tani është pranë Akshit fiks. Pyetja që ngrihet është nëse këto të dhëna për të cilat janë pjesë e sigurisë kombëtare, kuptohet, është pjesë e kufirit ajo, edhe pse është një kufi imagjinar, një kufi i pavizatuar, i padukshëm, janë kaq të mbrojtur dhe jemi kaq të ndjeshëm, jo vetëm ne. Çfarë ndodh apo çfarë duhet të ndodh ku kupton që këto të dhëna janë tashmë apo kanë qenë në duar njerëzish tërësisht të papërgjegjshëm, saqë unë mund të pyes çfarë i duhet Iranit apo një shteti tjetër jo miqësor me Shqipërinë të krijoj incidente të tilla si ai i sulmit mbi sistemet në Shqipëri për të vjedhur të dhëna që mund të na dëmtojnë, kur ato mund t'ia blej një kompanie e cila ka këtë lloj përgjegjësie dhe përgjegjshmërie në raport me detyrën që ka. Sepse kur janë të tillë njerëz, a mund t'i shesin ato të dhëna kundrejt shpërblimit? Tani ti thua ta shohim ndryshe, po edhe në pikpyetje. Jo, unë po hedh pikpyetje mbi Analizën, po. Mbi cënimin, mbi cënimin e mbrojtjes së të dhënave, sepse po dua ta shpjegoj për publikun tashmë. Po. Ata janë magazinierët të dhënave tona dhe të shtetit. Nëse magazinieri dikur kur çështjet ishin në dosje letrash, e mbyllte derën me 5 kyçe dhe e kishte të sigurt, tashmë magazina nuk ka as derë as kyçe, por kyçet janë ato elementet e sigurisë që specialistët e IT-s i vendosin këtyre për programeve për të garantuar mbrojtjen. Por kur këtë kyçin tashmë e ka në dorë njerëz të tillë, pyetja është çfarë sigurie kemi ne që këta nuk i shesin këto të dhëna? Sepse të tillë njerëz rezultoi që ishin apo jo. Janë grup kriminal ato, kaq. Grupi kriminal bën gjithçka. Nëse mund të shtoj edhe diçka, duke vazhduar ato që po thonë zoti Kitia. Për rastin e hakerimit iranian u diskutua seriozisht vendosja ose aktivizimi i Nenit 5. Pra që do të thotë hapje lufte. Pra nëse për një aktivitet të jashtëm shifet si hapje lufte digjitale nga shteti shqiptar, a do duhej ta quanim grush shteti përderisa ka ardhur nga mrena këtë gjë që ka ndodhur me Akshin? Pra, po të bëjmë një analogji shumë të thjeshtë, aktualisht ne rezultojmë me kapje të shtetit ose me një shtet paralel, pra institucionet shqiptare dhe shteti shqiptar i është bërë një grush shteti i padukshëm, që dhe sot e kësaj dite mirë qytetarët, por as opozita nuk po e kupton. Pra ne kemi të bëjmë grush shteti realisht, po t'i krahasojmë dhe po t'i paralelizojmë këto dy gjëra. Po më klem pas të shkojmë reklama? Shiko, nga në vijim të asaj që thotë Besi, nga ana opozitës, ajo që të bëm përshtypje në fakt është të bëm përshtypje mënyra se si reagohet në këtë pjesë, sepse nuk po them që është inexistente fare në atë. Ramon Noka ka bërë deklarata shumë të forta. Por shohim që ka vetëm deklarata që mbet vetëm tek një personazh, që është po themi Ergy Sagasi, në emër të atij janë bërë akuzat. Dhe me të drejtë deri diku pasi është strumbullari i gjës, që ndron pas të gjitha gjës që është minimizim i gjës kjo, është minimizim. Por që bën bashk polici, Akshi, DSIK, AKSK-ja që është emri i ri tani, është një personi që i lidh të treja këto, por megjithatë duhet pak analizë në thelb që të kuptonte, që të bëjë pak më kuptueshme dhe më e perceptueshme për njerëzit, sepse edhe ky është fakti se njerëzit nuk e din mirë se çfarë do thotë që ai magazinier që duhet ishte magazinier është ky keqbërësi, është ky grup i strukturuar kriminal dhe për shembull di
kush biznesmen ka marrë kaq para, kush tender është alokuar parat, ose pra ka dhënat e thesarit që duhet them, dhe ka të bëjnë me parat. Kur ka kalu pensioni i X-it, ose kur ka kalu këtu, janë të dhëna shumë sensitive që prekin dhe njerëzit. Këto do duhet, mbase t'i bënte një analizë më të thelluar Partia Demokratike, mos të mbetej thjesht në një, po them në makro, ose në atë çfarë mund të themi në fasadë, por të merrej edhe me thelbin dhe problematikën e gjës, që t'i vinte në ndim deri diku, se po e bëjnë edhe media. Se marrë ti jap reklamat se kam abuzuar në çik sot. Dhe rikthehem çështje sekondash janë dhe do t'jap kohën. Reklama. Rikthehem sërish me njëherë me të ftuarit. Semana e lam tek opozita, përpara se unë të bëja të pyetjen e radhës. Çfarë shikon tek opozita? Se ke qenë jashtë për fakt dhe në reagime dhe për çështjen e avokatit popullit. Po sigurisht ne jemi tek Akshi. Atëherë, në momentin që merremi thjesht me një ose me dy emra, ne zvoglojmë çështjen. Ajo që do duhet bënte opozita është të thirrte. Pra duhet rrivetem tek Agasi, po thoni ju. Patjetër, duhet thirrte një komision hetimor, të thirrte në raportim dhe Shishin dhe Policinë e Shtetit për të kuptuar në çfarë sistemesh kishin akses këto kompani dhe këto persona, nëse kemi nxjerrje nga sistemi të informacioneve, kush janë sistemet të cilat janë prekur, etj. Pra nuk mund të ngelet thjesht që u grabitën kaq para, të gjitha hallet na kanë ardhur nga një person, iku personi do vinë një person tjetër. U arrestuam Mirlinda Karçanaj, mund të vinë një tjetër. Pra, unë asnjëherë nuk merrem me emrat dhe parim. Merrem me mënyrën e funksionimit të sistemit dhe kush është dëmi real që është shkaktuar qytetarëve shqiptarë dhe shtetit shqiptar. Po. Dhe kjo gjë nuk po bëhet. Ky është problemi për mua. Nga ana tjetër duhet të mbledh një grup ekspertësh, nëse nuk i ka kapacitetet e duhura, që do thotë? Dhe të këshillohet me to. Çfarë të bëjnë ekspertët? Se këta nuk është se s'dinin nuk dinin, këta nuk është se kanë çeduar se s'din të menaxhojnë institucionin. Jo, këta na japin përshtypjen që këta e ngrenin institucionin për t'i marrë parat. Më fal tani. Unë kam më shumë për pjesën e opozitës që të mbledhë një grup ekspertësh, sepse ne kemi një rast që funksionoi, kemi pjesën e Teamsit. U bë një komision parlamentar, u thirrën të gjitha palët e përfshira, duke me polici shtetit, me Shish, me drejtori, me Akshin, me AKSK-n e tjerë, dhe arritën një konkluzion që dhëna janë marrë të persona u para drejtësisë. Pra, po thua që nëse opozita juve ju thërret, ju jeni të gatshëm që së bashku me një grup çunash, po them unë tani. Ekspertësh të mirë që ne kemi që operojnë këtu dhe jashtë. Jo që t'jemi sinqert, nuk pres më thras opozita mua për sa kohë unë kam bërë. Pa Akshi s'ju thret, opozita s'ju thret, dikush duhet me i thirrë se jemi në epokë digjitale. I kam dërguar denoncime opozitës dhe në vend që të jep të zë i ka shuar, kështu që nuk pres që opozita të bëjë një gjë tillë. Se Kikia për një angazhim do të largohet, kështu që jap pak minuta. Në këtë moment do ta vijojmë së bashku bisedën më pas. Sigurisht duket falenderuar që ishte kohën, por Kikia, të lutem, para se të largohesh, më thuaj pak çfarë është opozita në gjendje të bëjë sot. A është ajo e përqendruar tek këto çështje me që e lidhe me opozitën, që mund të ngrej pra maksimalisht, ka dhe protestën kur i bie të hënën? Po, të hënën. 22. Padyshim, opozita është një aktor i rëndësishëm, jo vetëm politik. Opozita nuk ka përgjegjësi për të ruajtur qeverinë, por bashkohen me Semajnë në këtë pikë, sepse çështja e Akshit nuk është thjesht denoncimi një afere korruptive, për të cilat Partia Demokratike në fakt ka meritën se është furnizuesi kryesor i SPAK-ut me akuza apo me fakte që janë bërë pjesë e dosjeve penale që janë hapur më pas, dhe kjo është e vërtet. Në këtë rast, pasoja kërkon një tjetër ekspertizë përveç asaj të prokurorisë, kërkon një ekspertizë për të parë se ku dhe deri në çfarë masa është cënuar siguria kombëtare, duke patur parasysh faktin që Shqipëria është një vend me ambicie të mëdha në përdorimin e teknologjisë, me ministren e famshme Djella që ka për baba dhe nën pikërisht Akshin,
të cilën e morë me të shuam deri në Bruxelles në bante fjalime dhe tani kuptojnë që materniteti ku ka lindur djela nuk ka qenë thjesht maternitet, por ka qenë një bazë krimi. Kryeministri ka lançuar sot Smart City, pikërisht një projekt tjetër gjigant edhe në vlera financiare për instalime kamerash dhe një monitorim total të gjithë territorit të Republikës në rrugë, në sheshe, në mjedise publike etj. Dhe që kërkojnë padyshim jo vetëm angazhime profesionistësh, por edhe një shkallë të lartë të sigurisë për ruajtjen, koleksionimin dhe përdorimin e këtij informacioni që do të sigurohet nga këto kamera. Nëse ky do të bjerë sërish në duar njerëzish të këqij, po përdor këtë term, atëherë gjithkush mund të jetë pjesë apo mund të jetë i ekspozuar për të shantazhuar. Patjetër, është shumë problem. Kështu që modelin e kemi, pra po theme. Ndaj e quaj legjitim shqetësimin e Semanit në këtë pikë për ta trajtuar çështjen jo thjesht në drejtim të aspektit financiar, por në drejtim të besimit dhe të sigurisë që ne duhet të kemi si qytetar pikërisht tek këto projekte, sepse teknologjia ka bërë që tashmë njeriu të jetë i survejuar edhe në krevat, por nëse do bjem dakord ti pranojmë këto praktika për llogari të shtetit, atëherë duhet bjem dakord që shteti dhe krimit mos jenë një, në mënyrë që këto dhëna të përdoren më pas edhe për arsye të tjera apo të mos përdoren edhe nga vetë shteti për arsye politike. Ndaj është një çështje absolutisht shumë e rëndësishme. Faleminderit Kikia që mu bashkove sot, ti të mbarë. Faleminderit. Ndërkohë, Mariglen, nëse qëndrojmë pikërisht te kjo logjikë ose tek ato fakte të cilat kanë dalë tashmë dhe që realisht janë, domethënë se unë pres shumë që nga këto hetime të kuptoj rolet e gjithë secilit prej tyre mos mbetet siç tham deri tani vetëm tek një emër, tek Ergyes Agasi në Arrati apo tek biznesmeni tjetër, po në Arrati. Shiko, e vërtetë është ajo që Ergyes Agasi dhe kjo mbetet është edhe kjo për të hetuar pastaj se Ergyes Agasi është larguar nga Shqipëria, po them minimalisht 2 javë para. Si u informua apo? Së bashku, jo vetëm, duhet theksuar, është larguar me familjen. Sipas informacioneve, po them nga institucionet zyrtare, është larguar së bashku me familjen jashtë vendit. Tani si u vë ndjenjej? Pra, ky është në vijim të asaj. Por nuk është edhe aq habi deri diku, kur të gjitha informacionet, po themi përmes burimeve këtu, është që Ergyes Agasi kontrollon kryekëput policinë e shtetit. Këtë e kemi madje habitëm ndonjëherë nga deklaratat që bën zoti Noka në publik, ku thotë që Suel Qela ka vendosur atë Ilir Prodën apo të tilla si këto. Kur sipas informacioneve po nga vetë opozita në këtë rast, thonë që Suel Qela i thot shefi këtij të Ergyes Agasit. Në këtë aspekt më bën çudi dhe pikërisht kjo pastaj të bën nuk shuan atë pikpyetjen që ngrita pak më herë sepse si ka mundësi që u largua nga Shqipëria dhe nuk ra në rrjetën e drejtësisë, sepse okay, dakord, e kape e denoncove, por ja që të iku dhe nuk e vure para drejtësisë. Të dhënat të tjera që i denoncoi edhe sot zoti Berisha thonë që nga kontrollet e banesës së Ergyes Agasit janë gjetur sipas tij 4 milion euro vetëm vlera e shisheve të verës, 70 vjeçare. Në këtë aspekt po them, këtu po flasim për pasurinë dhe për influencën. Nuk kemi të bëjmë fakt thjesht me një individ, se dakord jam edhe unë me Semanën që thotë që nuk duhet merremi me individin, por është individi që ka krijuar një sistem. Kupton, sepse tani si ishte kjo, sa ishte shifra e verave që thotë 4 milion euro. 4 milion euro vetëm verë. Vetëm shishet e verës që janë gjetur Roman e Konti.
Është që e ka denoncuar edhe më herët për shishët e verës 33.000 euro njëra. Deri këtu kisha arritur unë tek shifra. Po, është bërë kontrolli I banesës, thotë, dhe është gjetur kjo... Koleksioni bjetë është se po flasim. Pikërisht. Tani, se manaj, 4 milion euro vetëm verë, unë nuk e di se Agasi, nëse është kjo që ka thënë Berisha, apo digitali që e mbush me informacione. Zoti Berisha mund t'i mbi vlerësoj pak, mund t'i rrisi pak dozën, por që ka të vërtetën, baza është e vërtet. Çështje shihesh. Ne po flasim për tendra 100 miliona euro në këto vite, kështu që 3 miliona euro verë është normal, thua, se duhet me bë kalkulimet, me kuptuar. Duket si diçka normale për të si thuash, për të përmbushur pasionin. Vetëm për realitetin shqiptar, kjo nuk të shkoj unë një normalitet tjetër, se duhet me shku ke ky normaliteti tjetër që unë besoj që duhet tjetë normalitet. Kur përfunon tek vera ajo sasi parash, imagjinoni se çfarë mund të jetë në gjëra tjera në prona etj. Pra edhe një ndër problemet që ka dhe drejtësia shqiptare nuk është thjesht vendosja para drejtësisë të personazheve të caktuar, është zbulimi I pasurisë që ato kanë fshehur. Për sa kohë parat më të kthehen, se shpëtim ka nëse Ergyes Agasi është në Vjenë ose është në Dubai sot dhe ka miliona euro, dhe apo është këtu ndërkohë që këtu duhen kthyer parat atje ku janë marrë, besoj. Edhe po që në burg, ne dim shumë personazhe të cilët janë akuzuar për afera galopante, ndërkohë kanë bërë 1-2 vite burg dhe vazhdojnë jetën në kushtet më të mira të mundshme. Ndërkohë që pasuria asnjëherë nuk u hetua siç duhet, asnjëherë nuk u kap e gjitha. Po, se mëne. Duke pas dhe këtë precedent, një farë mënyrë edhe politikanë caktuar ndihen më komod. Le të bëj një vit burg dhe të siguroj 3 breza, 4 breza, 5 breza. Kemi shembullin konkret me që jemi po flasim për Agasin, Alçi Bllako, Lefter Koka të cilët u arrestuan, mos thënë që janë I njëjti klan, që kanë qenë që të gjithë pjesë e konjekturave të LSI-s. Alçi Bllako, Lefter Koka, Ergyes Agasi, ky Beqiraj, biznesmeni Beqiraj, kanë qenë gjithë nga këto lokma LSI-s që I mori kryeministri, I bëri pjesë të Partisë Socialiste të Pushtetit dhe ka dalë që të gjithë në këtë kështu dhe Ergyes dhe Lefter Koka dhe Alçi Bllako kanë dalë nga burgu. Pra, me gjithë ata mega aferën e incineratorit dolën nga burgu, ndërkohë për pasurit fituan betejën me drejtësinë dhe këtë se si fituan betejën me drejtësinë? Ata vuajtën dënimin. Po, çfarë do bëjnë? Vuajtën dënimin. Po nuk fituan betejën me drejtësinë. Tash janë që dënuan I bën burg ata. Dakor, po pasuria. Çfarë do të lëm atje gjithë jetën? Pasuria? Pasuria është ajo që po thoshte se mamet. Por atyre është vënë shiriti I pasurive tani, se ne I lexuam ato, pastaj se çka ka ndodhur rrugës, dini një gjë më shumë ti se unë e di që ju vë shiriti atyre. Kur pastaj janë procese sekuestrim, po. Për sa kohë nuk kanë kryer krime, pra vrasje e tjerë, mua si qytetar nuk më intereson që asnjë nga këto politikanë që të qëndrojnë. Mua më intereson që të kthehen parat, dhe të rrinë në minimumin e mundshëm jetik. Pra të ndiqen deri në fund dhe të rrinë në minimumin e mundshëm jetik. Pra nuk më intereson pse ban 2 vite burg një XY në momentin që ka 50 milion ose 100 milion të vjedhura thjesht nga një tender ose nga një procedurë e caktuar. Pra të ndiqen qofshin këto në bitcoin, sepse tani më janë bërë zgjuar një pjesë të parave I kanë ose në kriptovaluta ose I kanë me fonde të ndryshme investimi. Pra e kuptoj që edhe për prokurorët është goxha vështirë që të zbulohen të gjitha, por dhe pasi të dalin nga dënimi, pasi të dalin nga burgu, hetimi duhet vazhdojë, pra duhet të kenë një ndjekje dhe një hetim përjetshëm. Në momentin e parë që do bihet në kontakt me disa para, duhet të sekuestrohen, jo mbaroi dënimi me burg dhe tani më është I pastër dhe është I rikuperuar dhe një farë mënyrë mund të kthehet. Se ka një pyetje që ka 20 minuta që dua ta bëj. Tani çfarë ne pam kur vendi hyn në një sistem digitalizimi, presupozohet që në vijën e parë të atyre që do të menaxhojnë, do të hyjnë në tendera, duhet të jenë kompani serioze që kanë prezent edhe ekspert të fushës që e njohin. Se sigurisht, unë nuk mund ngrej një biznes kur kam mbaruar për gazetari juridik edhe të shkoj dhe të bëj fushën e
IT-së, ndryshe, pastaj unë duhet isha me nuhatjet që mund të ketë Ergysa Gasi, që është atje ku është me milionat. Tani, që po ndodhë? Ndodhë kjo që ju e keni ndjerë se keni bërë denoncime. Ju, kur them ju, jeni një grup pra njerëzish të cilët punon në sistemin IT-s që ne i referohemi sa herë që janë këto hapkat e mdhaja që bëhet revolucion teknologjik në Shqipëri ose kur na hakerojnë. Keni pat në njëherë akses, ose keni menduar në njëherë që mund të bëheni pjesë, ose akses ju për të marrë këto paratës, ose po them që ti merrni këto, edhe pse kjo është e drejtë, nëse i merr në mënyrë të drejtë dhe me konkurrencë, nuk është në një qamet i madh, po mund të na lexohet keq tani, se është faza që është delikate. Edhe unë po e bëj pyetjen shumë thjesht, duke thënë që e keni parë si problem permanent, sepse jeni përballur me çfarë? Keni dashur një pjesë e kësaj gjë dhe mund të ishit histori suksesi, për shembull nëse do të kishit ambicie. Bazuar nga eksperiencat e miqve të mi, të cilët kanë kompani dhe funksionojnë, vazhdojnë të punojnë në Shqipëri, është pamundur, pa kontakte politike dhe mbështetje politike, që të futesh dhe të fitosh një tender me drejtësi. Është pamundur, paktën te pjesa e ICT-s. Kurse po ta kaloj në rrafshin tim personal, në mënyrë që të jemi lirë për të folur, nuk kam pranuar asnjëherë as të punoj për institucioneve shtetërore dhe as të kem të bëj me institucione shtetërore. Megjithse, siç e thash më përpara, nga eksperienca të gjithë miqve të mi është e pamundur, pra probabiliteti është 0 që të merrni një punë në ICT në Shqipëri pa mbështetje politike. Dhe këtu nuk po them thjesht për kompanitë vogla, startupe që sapo kanë nisur. Ne po flasim edhe për kompani gjigante që vitet e fundit janë nxjerrur totalisht nga tregu, kompani që kanë ndërtuar një pjesë të infrastrukturës të Akshit, erdhi një moment u futën në blacklist nga personazhet në fjalë dhe nuk arrinin të mirnin as dhe 1 cent. Dhe nuk them cent kur flasim për para në kushtet aktuale, duket sikur nuk bënin dot korrupsion e tjerë. Jo, nuk merrin dot asnjë tender të ndershëm, megjithëse mund të kishin një ofertë më të lirë, megjithëse mund të kishin një ekspertizë ose certifikime më të mira, përsëri nuk e merrnin dot. Pra nuk është i lehtë edhe i thjeshtë tregu i ICT-s në Shqipëri. Për ta mbyllur pak Aida, se neve pra ngrem gjithë këto shqetësime këtu, ndërsa duket nga ana tjetër që kryeministri nuk ka vullnet politik. Prezanton tani projektin Smart City, që nuk kritikoi projektin se mbase duhet, por del edhe thot tani policët nuk duhet të përdorin makinën e policisë për punë personale, nuk duhet shkojnë në restorant me uniforma për të konsumuar drekën. Kupton tani a thu se është ky problemi. Ty të kontrollohet policia nga grupi strukturuar kriminal, ti e ke problemin të ato individ që shkojnë edhe konsumojnë një drekë me këtë, apo edhe rastin më ekstrem po thema, mori fëmijën nga qerdhja çojnë në shtëpi, po pse këtu të ngelit pa patrulluar vendin? Dhe karburant pastaj. Dikush është perla në këtë rast. Qeveria anuncion Smart City për vendosin e kamerave, ndërkohë krimi organizuar i ka prej 10 vitesh, pra para 1 ose 2 vitesh kishim aksionin në Shkodër ku hoqen me qindra kamera që nuk dinin kujt i përkisnin dhe sot e kësaj dite ne nuk kemi një person para drejtësisë. Pra krimi ishte disa hapa para. Shpresoj që këto kamera do ndihmojnë në luftën kundër krimit, jam i sigurt. Por nga ana tjetër, nëse keq përdoren do jenë një armë shumë e fuqishme në dorën e krimit. Dhe kjo është ajo që mua më frikson. Pra nuk duhet shkojmë edhe një herë tek gjendja aktuale e Akshit. Dhe përsëri do ketë Akshit. Kush do e prokuroj këtë investim nga Lopanda? Akoma drejtoresha dhe zëvendës drejtoresha që janë arrest të shtëpie, sepse ato kanë drejt firme, nuk ka drejt firme njëri tjetër. Ato vazhdojnë të jenë drejtuesit faktik dhe juridik të Akshit dhe në këto momente që ne po flasim. Prandaj duhet ndodhi kjo Smart City thua? Jo, Smart City duhet ndodhë, po jo në këto momente. Pra duhet të qartësohet, duhet të kemi një pastrim të institucioneve, pastaj të nisim implementimin e sistemeve kaq të rëndësishme, që do të prekun jetën e qytetarëve çdo ditë. Pra frika më e madhe është edhe këto mos shkojnë në duart e krimit. Këtë po theme. Kjo është që ne kërkojmë dhe besoj që nuk kërkojmë ndonjë gjë shumë të madhe. Jo, në normalitet. Në këtë anormalitet. Semanaj, faleminderit që gjithë e kohën më bashkove sot në një bisedë kaq të rëndësishme në fakt për shqiptarët. Të përshëndes, duke turuar punë të mbarë. Mariglen, faleminderit që edhe sot gjithë e kohën për të sjellë disa detaje të rëndësishme për këtë çështje, por dhe për tjera, se thuaj se sot kam pas gjatë gjithë ditës së prezent. Për shkak edhe të kësaj dite, unë të uroj një fundjavë të mbarë dhe pse sinjalet si ka tilla.
Ngarkuar. Kështu duket. Faleminderit dhe ju që na ndoqët, do të shihemi të hënën së bashku. Fundjavë të këndshme.